Avokat, përshëndetje. Po ndalemi pak të diskutojmë rreth zhvillimeve të fundit politike në vend kryesisht, por duke u ndalur më konkretisht tek Partia Demokratike. Kemi disa zhvillime në lidhje me zgjedhjen e kryetarit, disa kërkesa të refuzuara, aktualisht kemi vetëm Berishën kryetar. Po e filloj direkt në temë. Nga se 13 Berisha nga kandidatët e rival, nga kundërshtarët? Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Së pari duhet kemi një dakordsi që Partia Demokratike nga 2021 deri më sot është në një konflikt institucional të vazhdueshëm për shkak të mungesës asaj që ne themi gjithmonë të llogaridhënies midis partisë dhe antarësisë. Pra, nuk kemi një proces ashtu që e citojmë vazhdimisht, proces të rregull ligjor. Për sa i përket situatës krizës që jemi tani në këto momente ku kemi të bëjmë me procesin zgjedhor në Partinë Demokratike, Partia Demokratike harroi historikun e saj të 2022, 2023, 2024, kur vetë tha dhe rithemelimi thoshte vazhdimisht që ne do të hapim partinë, do të bëjmë një proces të rregull zgjedhor. Nuk mundet më të jetë kryetari duke humbur zgjedhjet të jetë i njëjti kryetar, dhe jemi po ashtu në 2026 kur Partia Demokratike humbi zgjedhjet 2025-s dhe kryetari i partisë nuk dha dorëheqjen, por thjesht justifikoi humbjen për shkak të bandave kriminale. Pra, në Partinë Demokratike nuk kemi një, do të thosha përpara, përgjegjësi politike dhe morale. E kemi të humbur këtë për shkak se akuzonim vazhdimisht të tjerët, ndërkohë vetja është ndryshe, ose më mirë akuzon Ramën se po blen zgjedhjet dhe nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme, dhe brenda vetes qeke më keq se sa është Rama edhe brenda partisë, po edhe jashtë saj në qeveri. Si ja vendos këtë pjesën? Kam parasysh refuzimin e kandidaturave, ardhjen e nokës pas orarit që ishte përcaktuar për pritjen e kandidatëve, një roje që i pret të dera, 2 zarfe të mbetura në korridor, një kandidaturë që nuk e dim nga doli si eksponent partia për pretendim për kryetare, çfarë emri vendos? Nuk do të vendos një emër, por dua të them disa fakte. Fakti i parë është që një parti nuk pret kandidatët të depozitojnë kërkesat në sekretari, është mungesë serioziteti. Pra nuk quhet parti, quhet edhe pronë private, dhe sikur të jetë pronë private, të paktën ke disa kritere minimale të përcaktuara nga vetë ligji. 2. Një kandidaturë e cila vjen dhe s'ka lidhje me realitetin, po pranohet për të dhënë dokumentacionit dhe të tjerë refuzohen, do të thotë që këtu ka një plan. Plani është që duhet të eliminojmë ata të cilët ne dikur qanim bashkë dhe thonim, ua, ky është arrestuar për shkak se regjimi, bandat e Edi Ramës e futën në burg për pikërisht për Saljanin. Ju besoj e mani men shumë mirë se si Flamur Noka, Gazmen Bardhi dhe shumë të tjerë flisin për një regjim totalitar drejtësie kur Ervin Saljani u fut në burg, dhe sot kemi një qasje krejt ndryshe që Ervis Saljani është një person i cili kërkon ose pretendon të marri drejtimin apo të kandidojë, jo të marri, por të kandidojë në zgjedhjet e ardhshme në Partinë Demokratike, ju refuzohet jo kandidimi, por depozitimi i dokumentacionit. Pra, kjo na kujton persekutimin politik që bënte Partia Socialiste e asaj kohë Partia e Punës ndaj njerëzve dhe armiqve të saj kur ishin kundër regjimit të asaj kohe, ose u bënin për shkak të rrethanave dhe kundër regjimit të asaj kohe. Nuk dua të vendos një emër të posaçëm, por dua të them që Partia Demokratike në kushte që është na ka zhgënjur totalisht me atë çfarë kishte zoti Berisha premtuar me rithemelimin. Pra, rithemelimi ka qenë, për mendimin tim, një pretendim thjesht hipotetik, por në aspektin pragmatist në Republikën e Shqipërisë, mbetet që kryetari i partisë vendos për gjithçka,
po Partia Demokratike rikthehet në shrinat e mëparshme të 2013-s dhe Partia Demokratike në rast se një aksidentit fatal që ne dim shumë mirë që edhe nuk e urojmë këtë gjë, po në rast se zoti Berisha nesër vdes, Partia Demokratike do të ketë një përplasje dhe një përçarje tepër të madhe. Nga se ka frikë kryetari i Partisë Demokratike ose Partia Demokratike për të përfaqësuar edhe në këtë garë që ne dihet kush do ta fitojë me një figurë dinjitoze. Domthon për t'i dhënë garës më dinjitet, për t'i dhënë garës më besueshmëri. Domthon pse ka nevojë për këto element të panjohur politik për të kamuflu dhe për t'i dhënë një ngjyrë kaq të shëmtuar gjithë kësaj situate. Atëherë ta radhisim me radhë. U bëri themelimi. U hap Partia Demokratike, pjesërisht u bërë një hapje thjesht imagjinare. Pra, ata që ishin nga Luli, që lavdronin nga mjesi deri në darkë Lulin, në momenti kur Berisha i doli kundër Lulit, të gjithë këta ikën nga Luli, e degeneruan Lulin, kundërkohë Luli vendos në pozicione kyçe, pra Lul Basha them, dhe ikën dhe u spostunte Berisha. Te kjo, peti ndonjë person të kishte leadership apo pikpamje leadershipi apo të ishte individualiteti brenda Partisë Demokratike? Zero. Peti dikë që të kishte një karizëm edhe të thoshte që shiko, unë dua të kandidoj për kryetar bashkie, kryetar partie dhe kryetar bashkie, jo. Sepse tham kryetar bashkie, sepse edhe në 2023-shin, kur ishin zgjedhjet lokale, asnjëri prej tyre nuk tha dhe nuk pati guximin të thoshte unë dua të kandidoj, se dua të shpreh talentin tim për kryetar bashkie. Pse? Sepse ai i cili do të shprehte drejt për së drejti interesin për të qenë kryetar bashkie të Tiranës, automatikisht u pretendonte si do ishte dhe kryetari Partisë Demokratike. Dhe prandaj të gjithë këta heshtën, nuk bërën absolutisht asnjë lëvizje. Dhe shkojmë tani te skenari tjetër. Partia Demokratike, në fund fare Sali Berisha rithemelimi, morën vulën nga drejtësia e kalbur ose stisur e kapur, çfarë duash ti vendos, çfarë temër duash ti, të Edi Ramës dhe mori vulën. Mirë. Tani lind pyetja. A u hap Partia Demokratike pasi mbaruam të gjithë të lashët me vulën? Jo. Pra, Partia Demokratike nuk don të hapet, ose më mirë, Partia Demokratike don të rri kaq sa është, sepse ka të tjerë brenda Partisë Demokratike, Flamur Noka, Albana Vokshi, Gazmen Bardhi, Jorida Tabaku, edhe të tjerë brenda që kanë si synim të materializojnë disa pozicione që nesër të jenë ata kundërshtarët e Edi Ramës. Pse them kundërshtarët e Edi Ramës? Sepse çfarë kishte të fitonte Sali Berisha e fitoi, nuk ka më çfarë të fitoi. As ka çfarë të humbi sepse e ka aty të materializuar partinë. Por ata të cilët duan të fitojnë në Partinë Demokratike janë pikërisht këta figura që unë sapo përmenda. Noka, çfarë i ka dhënë Partisë Demokratike? Asgjë. Albana Vokshi, çfarë i ka dhënë Partisë Demokratike? Asgjë. Gazmen Bardhi, çfarë i ka dhënë Partisë Demokratike? Asgjë. Dhe në fund fare, Oert Bylbashi, çfarë i ka dhënë Partisë Demokratike, demokratë dashur? Çfarë? Humbje në humbje në humbje, suksesi radhës. Thjesht kush do më thotë të kundërtën, thjesht ma faktoj. Shko negocion me Edi Ramën, pra me Damian Gjiknuri. Damian Gjiknuri fiton, Partia Socialiste fiton, ai rrin aty në atë pozitë. Ky tjetri këtu humbet totalisht, degenerohet Partia Demokratike dhe aleatët dhe qëndron po i njëjti në të njëjtën gabim. Është e çuditshme. Pra do thotë, ose Sali Berisha nuk merr një informacion të dur, ose Sali Berisha ka një besim të tepruar, ose është një person tjetër që ndikon tek Sali Berisha. Sepse nuk mundesh ti të vendosësh figura të cilët nuk kanë një qasje publike për të kandiduar tani për kryetar partie edhe të Partisë Demokratike
numër 2 të parlamentit, pra parti parlamentare, pra më e madhe në vend. Dhe gjithë kjo situatë që ne po shikojmë është që disa individ janë aty për të shkatruar Partinë Demokratike. Dhe çdo kandidaturë tjetër është shkatrimi Partisë Demokratike zyrtarisht që Edi Rama të rri dhe i 100 vite në pushtet. Emrat që përmendë janë të gjithë emra që nuk janë testuar në opinionin publik, nuk janë aty me votë. Janë të emëruar. Janë të emëruar. Pikërisht. Kjo është gabim. Dhe ata në këtë këndvështrim mund ta gjykosh fare thjesht që nuk është se ju dhëmb ose e ndjejnë shumë votën e qytetarëve, pushtetin e kanë. Po prandaj them, pra ata si individ kanë atë pozicion për arsye se janë të emëruar dhe prandaj këta individ që thanë, çfarë? Rrinë aty sepse duan të materializojnë vendet ku janë pozicionuar. Dhe në vazhdimin e një partie që nesër Sali Berisha nuk është më, sigurisht ata po mendojnë ikën Berisha vi unë. Edhe gjithë loja që do luhet në vazhdimsi është Gazmend Bardhi, Oerd Bylykbashi, Flamur Noka, Albana Vokshi, Belind Kolliçi. Pra janë figura të cilët e bëjnë qëllimisht që partia mos të hapet, të materializojnë çfarë duan vetë aty dhe në momentin e duhur kur diçka do të shkojë, si tham, një aksident i mundshëm, atëherë ti do shikosh që këto 5 emra që cituan, që janë pak, po secili prej tyre ka një rreth deputetësh apo antarësh janë me këta, do të bëjnë një përplasje brenda, por çdo përplasje që do të jetë brenda Partisë Demokratike do të jetë në favor të Edi Ramës, do të jetë në favor të Partisë Socialiste dhe do dëmtoj shumë rënd opozitarizmin në vend. Në këndvështrimin tuaj, a ka një figurë Partia Demokratike që mund t'ja besoj nesër leadershipin? Momentalisht mendoj se nuk ka. Nuk ka, e di pse nuk ka, sepse asnjëri prej tyre nuk ka guxim. Në politikë kërkohet të kesh guxim dhe të kesh maturi. Dikush thot guximi dhe maturia, sepse ato janë të kombinuar me njëra tjetër. Ti guxon për diçka, por çdo gjë do ta bësh në mënyrë të matur, sepse ke shumë faktorë të tjerë brenda partisë, të cilët ti nuk mund t'i godasësh të gjithë me një lëvizje. Duhet kesh guximin dhe maturinë që ato çfarë ti do godasësh, do marrësh si benefit nga ajo çfarë ti ke bërë, është sigurisht që do të rrisi pozitat e tyre si leadership brenda Partisë Demokratike ose një subjekt politik. Ajo çfarë unë pash në 2022, 2023, 2024 ishte që asnjëri prej antarëve të Partisë Demokratike, pra figurave flasë, të mëdha të cilët kanë një qasje për të qenë leadership në Partinë Demokratike, nuk pati një distancim nga gabimet fatale të drejtimit të Partisë Demokratike në zgjedhjet e 2023 të lokale dhe në ato të 2025 të përgjithshme. Të gjithë justifikuan humbjen për shkak të vjedhjes, për shkak të bandave, për shkak të krimit. Unë jam dakord që po, këto 3 elemente ekzistojnë, por nuk mundet të veprojmë vazhdimisht dhe në çdo palë zgjedhje dhe të themi që ekziston vetëm kriminaliteti dhe është azjesuar politika. Vetë politika shqiptare ka azjesuar veten e vet tek krimi dhe në fund fare ne sot shikojmë tek Partia Demokratike që çdo deputet që pretendohet si një e ardhmë në Partinë Demokratike, në fjalorin e tij ka krimi organizuar, droga, krimi organizuar, Edi Rama, vasali Edi Rama e kështu me radhë. Dhe mua më bërë një përshtypje shumë e madhe. Nuk e dija, po kur e pash, sepse më thanë që ka ndodhur kjo, dhe thash është e pa imagjinueshme, nuk e besoj dot. Shikova, Luciano Bocci me Maznikun për reformën territoriale. Edhe bëra pyetje vetes time dhe i thash, po mirë, a thoshte ky policëve tek protesta më parshme ju jeni kriminal, ju jeni bandit, ju jeni shërbëtor të një bande? Tani, banda ajo kush ishte? Godina e kryeministrisë apo ishte kryeministri Rama dhe qeveria e ftih që përbën edhe është antar i qeverisë apo më mirë, është antar i parlamentit edhe zoti Mazniku. Pra, këtu të mashtrojnë publikisht, të thënë gjëra të cilat nuk i besojnë vetë dhe të nesmen me justifikimin që është një detyrë e europianëve, që është mashtrim i radhës, bën
bashkërisht bëjnë një truez për të diskutuar për diçka që ti nuk mund të diskutosh me bandën e cila nëpërmjet krimit, nëpërmjet drogës, ty të merr ka pushtetin, si atë lokal dhe atë qendror. Dhe tani ti më thuaj një emri leadershipi. Po nuk ka, sepse këta bien në konflikt me njëri tjetrin, me veten e tyre, me fjalitë e tyre, çfarë kanë thënë vazhdimisht. Thënë krimi, droga, dhe ky me Maznikun bashkë në një truez. Tani, çfarë do bësh në datën 8 maj, se unë këtë nuk po e kuptoj. Sepse ti kur del dhe thua që ky është hajdut, populli ta beson, por ku populli të shikon që ti me hajdutin je ulur në një tavolinë, tani si ta perceptoj publiku këtë gjë? Pra, si ta perceptoj publiku që ti para një viti e gjys na thoje që Sajani është futur nga një regjim totalitar përsekutimit politik dhe në 2026 në muajin prill ti na the që ai që ka shërbëtori i Agasit. Dhe ne nuk ftem Agasat dhe nuk dikton Agasi, imagjino ku arritëm, Agasit të diktoj kryetarin e Partisë Demokratike. Edhe unë i them qytetarëve thjesht që të bëjmë një analizë të drejtë dhe objektive. Ore, mund të më thot dikush diçka? Kur ti e dike që ky është i Agasit, mund të më thuash ti kujt je? Sepse unë kur nuk njoh bandat kriminale, s'kam se si di bandat rivale me njëra tjetrën. Edhe si kur ti di, do t'i ngatroj. Po ky që ka i Suelit, ai që ka i Agasit, ai tjetri kështu me radhë, po ti që përmend gjithë këta që kanë nga një, që ke vendosur në një tabel, po ti kujt je? Se këtu linde gjithë kjo pyetja e leadershipit. Pra, leadershipi në Partinë Demokratike dhe në Partinë Socialiste, me sa po kuptoj unë, nuk çeka leadershipi politik, pra figura politike, që kanë bandat kriminale, se këte unë kuptova nga Flamur Noka. Pra, nuk vika Sajani se çeka i Suelit, a kupton tani prava tabela e radhës, nuk vika dikush tjetër sepse çeka një televizion dhe shkon vazhdimisht atje, më kupton? Po do vi ai i cili them unë, sepse e kontrolloj unë filtrimin e tij, a është bandit apo jo. Pra, lind pyetja shumë e thjeshtë. O Flamur, na thuaj se si teston ti personat të cilët janë antar bande apo jo, sepse ti je deputet. Në rast se ishe polic, hajde e pranojmë. Në rast se ishe një institucion verifikues, e pranojmë. Po ti që ke politikan, si e dike që ai është Agasi, Suele, këto, po ti kujt je? Prandaj duhet themi që pra Partia Demokratike nuk paska brenda vetes leadership. Dhe ajo që e mban Partinë Demokratike është vetëm frymarrja e Sali Berishës, prandaj them, po kjo është emergjent shumë e madhe në Partinë Demokratike. Domethënë për ta përmbyllur, Edi Rama do vazhdoj të rinë pushtet edhe 30 vjet tjera, se s'ka opozit ku t'ja lëri. Në rast se jemi në këtë situatë që unë them edhe në të vërtet del Flamur Noka dhe bën qoka Edi Ramës, sigurisht që për çdo demokrat që don Partinë Demokratike dhe çdo militant që don zotin Berisha, dua të them që po, zoti Rama rrezikon të qëndrojë në pushtet, sepse kur ti shikon që persona brenda Partisë Demokratike vendosin tabela ndaj individëve të ndryshëm, pra po jeme ne, po the një mendim kundër nesh, jeme Edi Ramën. Dhe kjo kasetë e vazhdueshme që thuhet që sa është Sali Berisha dhe Flamur Noka në Partinë Demokratike, Edi Rama do të shkundet, do të iki, dhe po iku për shembull Flamur Noka, se Edi Rama do triumfoj, unë shikoj krejt të kundërtën, që sa është Flamur Noka në Partinë Demokratike, Edi Rama arri aty dhe Edi Paloka, mos harrojmë këtë figurë të famshëm që ky numëronte votat edhe mbushte kutit në partinë e vet, dhe nga ana tjetër thotë Edi Rama vjedh mbush kutit e votimit. E kupton? Pra jetojmë në një situatë kur disa fakte duhet t'i tregojmë tek publiku dhe t'i ritheksojmë që të themi tek njerëzit diçka shumë të vërtetë. Pra, ti don Partinë Demokratike si një pronë private për të patur një funksion dhe për të bërë sikur po bën opozit ndaj Edi Ramës, për shembull me rastin e Dashnor Sulës. Pra, thoshte, një opozit e fort, në vërtet, shkonte me qumësh, me zësavate, me nami, s'dem në qumë, edhe në fund fare që bëjë.
u emërua nga Edi Rama kryespektori i përgjithshëm. Pra, kjo gjë po ndodh në Partinë Demokratike aktualisht. E them te demokratët të ndershëm që akoma frymëzohen nga Sali Berisha dhe nga Partia Demokratike dhe besojnë mashtrimet e atyre që rrethojnë Sali Berishën. Edhe një herë, po doni një sulm që të quhet Flamur Noka në PD e keni. Po doni një Albana Vokshi si sulm në PD e keni. Po doni në Partinë Demokratike Edi Palokën si një sulm, pra Dashnor Sula, e keni. Po doni në Partinë Demokratike një Gazmend Bardhi si Dashnor Sula, e keni. Puna është demokratët të ndërgjegjësohen edhe të kërkojnë tek Sali Berisha të marrë iniciative pastrimi dhe hapje të Partisë Demokratike dhe jo tabelimi të çdo individi që shpreh një mendim ndryshe brenda Partisë Demokratike. Demokratët e kërkojnë këtë gjë. Dhe në çdo takim që Berisha ka bërë, më shumë se gjysma e të pranishme janë ngritur dhe i kanë përmendur këta emra duke i thënë Berishës që largojë se po të mbylli partinë. Ama përgjigjja e Berishës ka qenë krejt e habitshme, e papritur. Po t'jap edhe unë dhe të them edhe diçka, po t'ishim ne të dy edhe të shkoshim dhe të thoshim Edi Ramës, Sali Berishës dhe Ilir Metës që reforma në drejtësi që ja vetove edhe u krenohesh, ja keni fut vetes tuaj në rrethana të ndryshme, do ta pranonte dikush nga këta 2016-ën, do ta pranonte dikush nga këta 2020-ën. Asnjëri, zero. Të gjithë ishin në një botë tjetër, ishin në një situatë tjetër sepse nuk kanë pas njerëz të duhur pranë vetes. Dhe edhe një herë, partia kërkon persona, burime njerëzore, të kërkon njerëz të cilët kenë një reputacion dhe një karakter politik dhe përveç kësaj të kenë një qasje të asaj që themi përfaqësimit publik. Pra, do të themi dy gjëra shumë të thjeshta. Pse të gjithë lakojnë pozicionet e opozitës? Pse? Sepse është zëri denonceues. Ke parë ndonjë këshilltar të opozitës në Këshillin Bashkiak të Tiranës të grejë zëri për diçka publike? Zero. Ke 3 vite që kishin edhe zgjedhjet e përgjithshme, asnjëri prej tyre nuk ka thënë të paktën një fjalë për një nevojë ekstreme që kanë qytetarët e Tiranës. Një kjo. Ke parë ti deputetët që kanë fituar edhe në listën e hapur dhe të mbyllur të bëjnë një interpelancë për pensionistët, të bëjnë një interpelancë për rrogat, të bëjnë një interpelancë për shërbimet zero. Zero. Ke parë ti ndonjë të opozitës në tërësi të flasi për faturën e energjisë elektrike ose faturën e telefonit? Zero. Pra, ti në këto momente që flasim, ke individ të cilët nuk e din se si jetohet. Pra për produktet ushqimore, për asgjë nuk flasin, rritet karburanti, as intereson, bëjnë aty një projekt ligj ose ngrejnë popullin që të revoltohet dhe të jetë kundër këtij regjimi totalitar. Pra, ajo çfarë unë dua të them është kjo. Në Partinë Demokratike u instalue nga 2025 në shtator bashkëqeverisje me Partinë Demokratike, me Partinë Socialiste. Pse them këtë gjë? U instalua sepse ti kur thua dua zgjedhje të lira dhe të ndershme, për zgjedhje të përgjithshme, ti duhet të jesh modeli i parë që të hapësh garën dhe mos kesh frikë nga vetja. Po më lë të kuptoj që ka aleanca të nënveshme. Ka konjunktura të tjera që kanë lidhje ekonomike dhe jo politike, por që luhen në politikë. Bravo. Pra do të thotë që atë që unë të shpreva, pra çfarë roli, çfarë pozite, çfarë gjë e mirë të jesh opozitar, të denoncosh, të bësh, pra do të thotë denoncimi është selektiv për shkak të interesave ekonomike, të interesave të ndryshme, që thënë mos fol shumë se na prish punë këtu, jo rregulloje pak të situatën këtu nga ana tjetër, po jo s'do të jemi kaq shumë të këqijmë opozitën se ky është një bandit, është një kriminal, dhe ne jemi dehur tek ajo ignoranca jon që shiko mbaset vërtet PD-ja ka të vërtet që do të vinë në pushtet, po nuk e lejnë faktorët e Edi Ramës,
por e vërteta është që unë mendoj se ka një marrëveshje midis Edi Ramës dhe disa personave rreth Sali Berishës që kur Partia Demokratike mos të vinë në pushtet. Dhe tani e besoj, e di pse e besoj, sepse unë çuditem kur individ të caktuar dalin me emra dhe mbiemra dhe është më bën shumë çudi kjo gjë ta shpjegoj në mënyrë shumë praktike. Unë jam avokat, të paktën duhet të kishin ardhur nga PS-ja shumë kallëzime dhe të më thoshin ti që je avokat, në publik mund të ti sqarosh mirë dhe ta kuptosh rastin, për shembull po të kishin ardhur nga PD-ja, nga PS-ja, njerëz të më thoshin mua merri këto kallëzime dhe lançoj. Po si ka mundësi nga PS-ja kallëzimet shkojnë te PD-ja? Se mua kjo më çudit. Shumë e çuditshme që të ndodhi kjo marrëveshje. Pse nuk quhet marrëveshje kjo? Ose ky rast tjetër dua qeveri teknike. Mund të më thuash ti ku do të marrë legjitimimin sovran e qeveria teknike? Vetëm përmes parlamentit, se aty do votohen qeveria teknike. Nuk do votohet as në oborrin e PD-s, as në oborrin e PS-s. Në oborrin e PD-s dhe PS-s do bëhet marrëveshje që cilët janë emrat e qeverisë teknike. Po referendumi i famshëm, po reforma territoriale, ku do formalizohet? Në ku vend do formalizohet? Se po protestat 8 majit. Atëherë për ta Po kilometri i fundit. Pra, çdo gjë ka një nënkuptim ose një bokt kuptim, por të paktën këto duhet të shikojmë me objektivitet dhe me mënyrë të drejtë. Për ta përmbyllur, mund të themi që këtu ignorantët janë në politik, sepse populli e ka kuptuar shumë mirë që nuk ndryshon asgjë. Pse duhet ta votojmë këtë tjetrin kur është mirë ky që është, dhe vazhdon që ndron pushtet dhe ai vazhdon që ndron opozit. Popull budalla nuk kemi këtu në këtë rast. Jo, nuk e kemi popullin budalla, jem realist për këtë që them, por kemi një popull i cili thot, po hajde më prit orë të japim një shpresë, po ore mos nuk është kështu si e thot ky, po prit të bëjmë edhe diçka, po prit presim edhe këtë gjë, po dehen nga ajo që ne themi vazhdimisht, nga justifikimi të pa justifikuarve. Pra, raste që ato, për shembull, ndodhi rasti Ballukut, justifikojmë të pa justifikuarën. Ndodhi rasti e kandidimeve në PD, justifikojmë të pa justifikuarën. Këtë kemi bërë si popull vazhdimisht. Pra, ajo që ne duhet të bëjmë është kjo, llogaridhënie edhe të Partisë Socialiste, edhe të Partisë Demokratike dhe çdo parti tjetër politike. Por, në fund fare mos harroni një fakt, në parti politike dhe në qeveri, ose në politik bërje, pa marrëveshje politike nuk ekziston politika. Unë nuk jam nga ata persone që flas vazhdimisht dhe them si puna e Shaban që thoshte kundër Sali Berishës dhe u votua me firmat edhe me votat e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Pra, nuk jam në këtë situatë. Pra, e kuptoj realitetin ashtu siç është. Dhe ne tani duhet i themi qytetarëve që të jemi portali së vërtetës të ngjarjeve ashtu siç janë dhe t'i lexojmë ashtu siç janë. Pra, asnjë do thosha nocion emocional apo shpërdorimi apo shtrëmbrimi të së vërtetës, por të themi ne ato që duhet të jenë ashtu siç duhet, tek qytetarët kuptojnë që shiko, diçka mirë nuk po shkon në Partinë Demokratike. Pra, reagimi jonë është që në një subjekt politik që quhet Partia Demokratike, diçka nuk po shkon mirë dhe me këtë situatë merr me vete edhe Partinë Demokratike dhe demokratë të ndershëm. Prandaj them që ne duhet të shikojmë se si Partia Demokratike do të bëjë një reflektim brenda vetes, po jo kështu siç e ka nisur, se ky nuk quhet reflektim, ky quhet thjesht vetëm grushtim i 5 vetave brenda Partisë Demokratike për të lejuar që Rama të rrijë akoma në pushtet. Avokat, unë të falenderoj, do të jemi bashkë sërish në analiza tjera. Faleminderit. Edhe unë ju falenderoj për ftesën.